Okej, le të futemi me një herë në temë. Në këtë analizë do të zbulojmë bashkë pse numri 7 është konsideruar për herë si modeli absolut i përsosmërisë hyjnore dhe inicimit shpirtëror përgjatë gjithë historisë. Nëse idetë e misticizmit duken si diçka e ndërlikuar, nuk ka vend për shqetësim. Ky material është strukturuar fix si një udhëzues shumë i thjeshtë dhe praktik për çdo që dëshiron të hedhë hapat e parë në filosofinë mistike. Pra, le t'ja fillojmë. Përpara se të zhytemi në kuptimet e thella ezoterike, le të pranojmë diçka mjaft të dukshme. Ky model me numrin 7 gjendet kudo rreth nesh në jetën e përditshme. E shohim qartë te 7 ngjyrat e ylberit, e dëgjojmë te 7 notat e shkallës muzikore, madje jetojmë vazhdimisht përmes ciklit kohor të 7 ditëve të javës. Është fjalë për fjalë modeli i parë që mund të vihet re lehtësisht, pa pasur nevojë për asnjë njohuri paraprake. E mahnitshme, apo jo? Dhe nuk mbaron me kaq. Historikisht, njerëzimi e ka organizuar globin në mënyrë krejtësisht intuitive rreth këtij numri. Kemi 7 mrekullitë e botës, 7 detet dhe 7 kontinentet. E gjithë kjo gjë ngre një pyetje shumë interesante. A kemi të bëjmë këtu me një kujtesë të thellë kozmike, apo është thjesht një lloj obsesioni i çuditshëm kolektiv i njerëzimit përgjatë shekujve? Kjo na çon te pjesa e parë, ekuacioni ezoterik. Për ta kuptuar vërtet misticizmin, njohja e kësaj premise thelbësore është absolutisht e domosdoshme. Tani, ajo që është vërtet ma gjeps se këtu është kjo përballje e thellë konceptesh. Nga njëra anë, kemi numrin 3, që përfaqëson shpirtin e pafundur me të paprekshëm. Nga ana tjetër, qëndron numri 4, simboli i palëkundur, i ngurtë, i botës materiale. Ky kontrast është fiks themeli nga ku buroni gjithë kuptimi i fshet mistik. Pra, ideja kryesore është kjo. Kur kombinon shpirtin me materjen, përftohet numri 7, një numër që simbolizon plotësimin total, harmoninë hyjnore dhe urën e vetme që lidh këto dy botë. Për çdo që sapo prezantohet me këto koncepte, kjo e bën gjithçka shumë më të thjeshtë. 7 është rregullatori perfekt midis asaj që shohim dhe asaj që nuk shohim. Kalojmë te pjesa e dytë, zgjimi i brendshëm. Të armatosur me këtë ekuacion, rrugëtimi i vërtet mund të nisë, duke e përdorur 7-ën si një lloj shkallë konkrete për t'u ngjitur shpirtërisht. E po, ky koncept ilustrohet në mënyrë geniale përmes sistemit lindor të çakrave. Kto mund të mendohen lehtësisht si një shkallëzim i strukturuar bukur, ku vetdia njerëzore niset nga instinktet bazë të mbijetesës dhe dëshirës dhe ngjitet lart drejt iluminimit përfundimtar. Është fjalë për fjalë një nga udhërrëfysit më të qartë dhe më të lashtë për të zgjeruar thellësisht vetdijen. Në fundit, në traditat okulte, numri 7 mishëron vetë kërkuesin, pra, cilindo që merr guximin të udhtoj përtej botës së dukshme. Ky kërkues dohet vetë ura e gjallë, midis të përditshmes dhe të mbinatyrshmes, duke u përpjekur vazhdimisht të zbulojë të vërtetat të fshehura. Kjo na sjell te pjesa e tretë, alkimia dhe shpirti. Sepse, siç do ta shohim, traditat ezoterike e marrin këtë model të shenjtë numerik dhe e zbatojnë për një transformim të thellë të vetë njeriut. Konkretisht, ezoterizmi perëndimor dhe shkenca hermetike marrin të gjithë kosmosin dhe e projektojnë atë drejt për drejt këtu në tokë. Ata lidhen 7 trupa qiellor të astrologjisë së lashtë me 7 metale të shenjta. Është një pasqyrim fantastik. Si për shembull, lidhja e fortë e diellit me arin, ndërsa hëna reflektohet tek argjendi. Por, le ta sqarojmë këtë një herë e mirë. Alqimia nuk kishte të bënte kurrë, po vërtet kurrë, thjesht me shkrirjen e metaleve fizike. Këto 7 faza të famshme alqimike, që nisin me kalcinimin dhe mbyllen me koagulimin, janë në fakt një metaforë brillante për vdekjen dhe rilindjen e brendshme të shpirtit. Është rrugtimi total i pastrimit ton. Pjesa e 4, morali dhe misteri. Ky transformim i jashtëzakonshëm i brendshëm shkakton, në mënyrë të natyrshme, një përplasje, një betejë epike mes instinkteve më të ulta dhe atyre më të larta të vedijes. Dhe misticizmi i krishterë e kodoi në mënyrë të përsosur këtë luftë morale. Ata vendosën 7 mëkatet vdekjeprurse, si për shembull lakmin apo krenarin, kokë me 7 virtytet qiellore, si bamirësia dhe përullësia. Është një udhërfyes fantastik për përmirësimin e vetvetes, duke e zbritur kështu filozofinë e lartë direkt në një nivel tejet praktik. E jo vetëm kaq. Interpretuesit ezoterik e lexojnë librin e zbulesës me një lente të krejt tjetër. Hapja e famshme e 7 vulave, ata nuk e shohin absolutisht si një dënim apokaliptik apo diçka të frikshme,
përkundrazi, e shohin si faza progresive të një zgjimi të thellë, të pashmangshëm dhe plotësisht transformues të shpirtit. E kështu mbryhim te pjesa e 5, arkitektura kozmike. Pasi kemi zhbiruar botën e brendshme dhe anën morale, vizioni i kërkuesit hapet për të kapur të gjithë dizajnin e madh të universit, atje lart. Ajo që të lë pa fjalë është fakti se në tradita fetare dhe mistike jashtëzakonisht të ndryshme nga njëra tjetra, nga judaizmi tek islami, krishterimi e deri te kozmologjia e lashtë e Mesopotamisë, kozmosi është strukturuar gjithmonë me 7 qej, secili prej këtyre qejve mendohet që një sferë e pastër që ofron afrimitet gjithnjë më të madh me burimin hyjnor, është vërtet një model mahnitës dhe universal. Dhe ky rend hyjnor zbret deri te thelbi i shqisave tona. Shkollat e lashta të misterit ishin të bindura se 7 notat tona muzikore ishin një reflektim i saktë i kësaj harmonie të fshehtë matematikore. Kjo harmoni mbreslënse njihet gjerësisht përmes asaj fraze tepër të famshme dhe poetike, muzika e sferave. Ky model shfaqet qartazi edhe në sisteme vizuale si ai i tarotit. Mjafton të vëmë re se letra e 7 është karroca. Dhe çfarë përfaqëson ajo? Saktësisht, mjeshtërinë, disiplinën absolute dhe atë vullnetin e hekurt që kërkohet për ta kuptuar këtë arkitekturë gjigante të padukshme të universit. Është pikërisht vullneti ai që e kthen njohurinë në avancim të vërtet shpirtëror. Ndërsa të gjitha këto dëshmi të këtij numri të shenjtë bëhen bashk, copës pas copëze, përmes natyrës, fesë, alkimisë dhe vetë rrjedhës së kohës, mendja njerëzore mbotet me një pyetje vërtet provokuese. A është ky univers ynë i thjesht një kaos ngjarjesh totalisht të rastësishme, apo i gjithë realiteti ynë është ndërtuar që në gjenezë mbi një rend hyjnor të kalkuluar me një saktësi hyjnore matematikore? Ky është fiks lloji i misterit madhështor që e mban kërcimin njerëzor gjallë dhe thellësisht magjepsës përjetësisht.